Një 58 vjeçar mbeti viktime një atentati të mirë organizuar mbrëmjes së shtunës në qytetin bregdetar të Sarandës. Një mjet u hodh në erë me tritol, ndërsa Isuf Jaçaj që ishte brenda në makinë humbi jetën menjëherë nga shpërthimi. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:30 minuta në lagjën numër 3, në të njëjtën lagje ku të birit Klaus Jaçajt vetëm 3 muaj më parë i hodhën në erë mjetin po me tritol. Shpërthimi tronditi qytetin, ndërsa policia mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes për të zbardhur dinamikën e atentatit. Në vend ngjarje dallohen dëmet e mëdha që janë shkaktuar në makinë nga shpërthimi fuqishëm, ndërsa është dëmtuar edhe një tjetër mjet aty pranë, si dhe disa biznese. Vrasja e 58 vjeçare dyshohet të jetë për motive të hakmarrjes, pasi i biri Klausi, 31 vjeç, u përfshi në një ngjarje kriminale në 17 korrik në qytetin e Sarandës dhe aktualisht ndodhet në burg. Vet 58 vjeçari merrej me turizëm duke transportuar me skaf pushues drejt plazheve dhe duke bërë guida turistike. Më 17 korrik në qytetin e Sarandës, dy të rinj u plagosën me armë zjarri nga Ramadan Zoto, 43 vjeç, pas një konflikti për një tokë në Bregdet. Zoto qëlloi me armë drejt dy personave nga Kamza, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lame. Ishte Klaus Jaçaj, i biri i viktimës së të shtunës, ai i cili e ndihmoi Zotën të largohej nga vendi i ngjarjes bashkë me të vëllan. Klaus Jaçaj u arrestua vetëm një javë pas ngjarjes, ndërsa 2 ditë përpara i ishte hedhur në erë makina me eksploziv. Ndërkaq vetë Ramadan Zoto ra në pranga më datë 22 gusht në qytetin e Korçës.